janë forma presioni publik. Presidenti Trump i tashmë i mësuar që e ka këtë veti në ligjërimin e tij, duke që vjen edhe nga fusha e biznesit, e trajton marrëveshje si një deal ekonomik. Pra kjo ose do të kemi një marrëveshje të mirë ose nuk do të kemi marrëveshje fare, është ajo që amerikanët e konsiderojnë take it or leave it, pra një marrëveshje të gjithën ose refuzoje të gjithën. Megjithatë, për te dekadave duket se ka një afrim të palëve, si nga ana e Shtetet Bashkuara, ashtu edhe nga ana e Iranit. Është një afrim i ngadalt, është një afrim shumë i kujdesshëm, nuk mund të flasim ende për një memorandum mirëkuptimi, jemi në pritje të palës që po ndërmjetëson që të ketë pëlqyeshmëri të dyja krahëve përpara se ata shpallë kanë fjalën pikërisht për Pakistanin. Por ku duket se e kemi këtë afrim të palëve, e duket pikërisht tek shqetësimi i Izraelit. Diskomforti që na vjen nga Tel Avivi është një letër lakmuesi për të na treguar që gjërat janë duke lëvizur drejt një marrëveshjeje.